studenti vitit Portën Fjak, edhe pyetja jam për ty është se a e sheh ICT si të armën ekonomike të vendit tu? E shoh edhe shumë bile, se 6% të bruto produktit vendor është tek sektori. Për krahasim bujqësia është 7%. Pra 7% të bruto produktit vendor është bujqësi, a 6% është teknologjia e informacionit dhe komunikimit. Kështu që kjo është e ardhmja. Pra ja vlen shumë që të filloni të krijoni startupet e juaja, sepse iniciativa prej poshtë mbështetet shumë prej lart. Na jemi të interesuar ju ndihmu krejt atyre që hapin biznese të reja. Pra llogaritni tek ne të gjithë ju që mendoni të hapni ndonjë biznes të vogël në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në tek sektor, për të cilin do të kemi dy gjona shumë të mëdha, një tech tower që kemi marrë në Prishtinë, edhe e dyta valutën digjitale. Tionën, sekretarën e parlamentit me të ndosë çmimin drejt parlamentit qytetar. Unë profesorja dhe transministra nuk provojmë së shicët. Ne kemi edhe rekordmen botror, zyrtarisht. Rekord botror, jo vetëm rekord vendor ballkanike, kjo e mirë po botror. Sjeta Fashi është një pilotë jone, kjo është nditje e fortë në nditjen e përgjithshme botrore. Pak më herët ja demonstrova edhe me Arbren, e kem 14 vjet, sot është në 19 në botë në renditje, edhe ka rekord botror të juniorët tash. Kryeministri janë një nga federata më të organizuara. Edhe besoj se kjo është arsyeja ky që vullneti i tyre, po edhe angazhimi i përbashkët që kanë rri sot me pas kampionat Evropës, kampionat botës në një sport që ka vështirë dhe që ka specifik për vendin tonë. Edhe juve na keni nderuar, Arsyeja për të cilën jemi mbledhur sonte dëshmon se kur një shtet investon në dije, kritere dhe integritet, ai fiton autoritet dhe dinjitet. Njohja zyrtare e Agjencisë Kosovës për akreditim nga Këshilli për akreditimin e arsimit të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës e bën Kosovën eksportuese dhe garantuese të arsimit të lartë në hemisferën perëndimore demokratike. Fakti që Agjencia e Kosovës për akreditim është certifikuar si autoritet i besueshëm deri në vitin 2033 dhe Republika jonë është vendi i parë në Evropë me këtë status, dëshmon se shteti ynë fiton dinjitet përmes standardeve të larta.